ky është rreth të 60-tave. Kishte çuar një studim të tij në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Kontaktuar ju një veni me të? Po. Dhe merrte në konsiderat një studiues indian, Aruba, Petrozhejn edhe veprën time, na krahasonte të tre, domethënë tezat, teoritë tona, dhe kësaj kishte bërë një artikull shkencor, të cilin ja pranuar në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, ja botuan online në revistën Studime Shqiptare që del në anglisht, dhe pas pak ditësh ja censuruan duke ja hequr krejt artikullin. Ky është një rast, nuk mund ta themi pa precedent, sepse censura ekziston, ne jemi në një vend pseudo-demokratik. Lufta për monopolin e të vërtetës. Po, dhe duket është bërë sher i madh në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Pse ju botua, njerëz atje mund të kenë mbajtur dhe përgjegjësi, po është shumë e turpshme që një institucion që quhet Akademi Shkencash censuron një albanolog austriak. Edhe mos jesh dakord, aty mund vjet një shënim. Ky është një studim që nuk është përfaqësues për shembull i linjës zyrtare që mban Akademia e Shkencave, po ama vendoset ta hap debat. Edhe këtë panshmëri nuk e luajnë dot. Shiko, shkenca ka një parim moral që është parimi i diversitetit të mendimit. Këtu vërtetua që Akademia e Shkencave e Shqipërisë nuk ka lidhje me moralin, nuk ka lidhje me në censor. Po, censor, sepse kuptohet